Nisur nga shkrumbimi i ndërtesës në kompleksin e pallateve në Tiranë, eksperti Aleksandër Çavo thekson se është e domosdoshme që të merren masa parandaluese ndaj zjarrit në çdo ndërtim. Neve duhet të marrim masa të duhura që zjarret paraprakisht të sinjalizohen, pastaj dhe të neutralizohen me masat paraprakisht që ka çdo objekt në vetvete. Tregon se mungesa ose mosbatimi i këtyre standardeve rrit ndjeshëm rrezikun dhe pasojat në rast të zjarri. Do duhej që në projektin fillestar të mbrojtjes nga zjarri ishin paracaktuar dhe materialet që do të përdoren për ndërtimin e një objekti caktuar, e cila në rastin konkret hyn tek pajisjet e mbrojtjes pasive. Duke ju referuar rastit të fundit, Çavo vëren se përhapja e shpejtë e flakëve në fasadën e objektit tregon përdorimin e materialeve të djegshme, çka sipas tij lidhet me mungesën e mbrojtjes pasive nga zjarri në fazën e projektimit dhe ndërtimit. Mbrojtja pasive janë materialet që vonojnë përhapjen e zjarrit, që ndalojnë përhapjen nga një segment caktuar, pra janë materiale që lidhen dhe rrinë gjatë gjithë kohës në ndërtesë. Ndërkohë që mbrojtja aktive është ajo që sapo thash, sistemet e diktim sinjalizimit, fikset e zjarrit, hidrantet, shkallët e emergjencës, nëse do ishte e mundur, rrugët e evakuimit, menaxhimi i avujve dhe tymrave toksik që shkaktohen nga materiale djegëse e kështu me radhë. Eksperti shton se zhvillimi urban në lartësi kërkon forcim të kapaciteteve të shërbimeve zjarrfikse, si në aspektin logjistik ashtu edhe financiar, në mënyrë që ato të përballojnë emergjencat të ngjashme dhe të garantojnë sigurinë e qytetarëve.